çfarë njeriu bën sabër me vepra, pastaj bën sabër me fjalë. Dhe se sabri me fjalë, kur nuk i bashkangjitet vepra, nuk është më sabër, nuk është më durim. Nuk është më durim, nga se sabri duhet përputhet me veprat e njeriut. Apo punën që e bëjmë dhe caktimit të Allahut Azza wa Jall duhet me konë barabar me fjalën që e themi. Sepse shpeshherë muslimanët thonë bëjmë sabër, ama kanë tjetër punë t'i kanë helaq. Pse? Sepse nuk pajtohet me caktimin e Zotit. Nuk e pranon sprovën e Allahut Azza wa Jall. A ka me të s'ko ka hip për i saj. Sepse atë që i cakton Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush e kthen prapë. As ka kush e ndron. Pra, realiteti është se ajo që caktohet prej Allahut, vetëm ka mendohet, se një hika sa. Për këtë shkak thotë Allahu Azza wa Jall, "Wasbir 'ala ma asabaka, inna dhalika min 'azmi al-umur." Wasbir 'ala ma asabaka. Thotë bën sabër. Ndaj asaj që të ka caktuar Allahu Azza wa Jall, që të ka goditur, që të ka ndodhur. Bën sabër ndaj caktimit të Allahut Azza wa Jall. Inna dhalika min 'azmi al-umur. Nga se këto dy manaje. Nga se të sabri në sprova është nga punë të madhështore. Është nga punë të mëdhaja dhe të rënda që nuk kanë mundësi me arrit këtë drejtë përveç se muslimanët e devotshëm dhe të mirë. Dhe Allahu Azza wa Jall me këtë ajet kuranor na çon mesazh dhe sinjal. Nëse dojmë na arrit devotshmëri, nëse dojmë na mundohë për të mirë dhe të devotshëm dhe të dashur tek Allahu Azza wa Jall, atëherë kur vjen sprova, kur vjen telasha, na të bëhemi sabërli dhe të lumtur. Ta presim sprovën, telashën me zemërgjërsi. Edhe çka inë tani kemi rastin e mundut, nga se kanë nga çështje madhështore. Ju dini fami pejgamberët ulul azm. Edhe këtu përmend azmin e umur. E pse ata kanë marrë me ulul azm? Nga se këtë katër këto pejgamberë që janë katër. Të katërt janë sprovuar me sprova të mëdha për Allahut Azza wa Jall, që të gjithë ju kanë mirë karshi sprova. Me zemërgjërsi i kanë pranuar sprova. Edhe për çfarë janë quajtur pejgamberët ulul azm? Në mesin e 100 pejgamberëve të tjerë. Ama këto katër janë dalluar dhe janë quajtur si ulul azm. Pse? Sepse në vështirësitë e mëdha janë treguar sabërli, s'kan dështuar. Nuk kanë dështuar. Edhe kanë marrë këtë epitet. E kanë marrë këtë cilësi dhe këtë emër të madh, me këtë vepër që ka pas çka? Sabrin në sprovat e Zotit. Edhe ti nëse do të përngjahet me pejgamberëve, nëse do të jesh pasues i tyre, atëherë në sprova duhet të tregu durimtar dhe sabërli. Ne tregum se inna sabru inda sadmati al-ula. Sabri është në momenti kur ka me tarë të lasha dhe sprova, jo asnjë. Sabri tregon besimtarin në momenti kur i vjen sprova, në qatë sekund. Çka do të inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemi të Allah, këta e kemi këthi. Ja përkujton me drejtë se na jemi krisa të Zotit, dhe sekretin e mundësi taj, e dikush më herë, dikush më vonë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithi kutsi që e përmend thot yaqulu Allahu ta'ala, ka me thonë Allahu Azza wa Jall, thot Allahu Azza wa Jall, man ya'dil mu'min indi jazaa'un idha qabattu safiyyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton për Allahu Azza wa Jall hadithin kutsi dhe thot a e di robi jam se çfarë shpërblimit të madh kanë përgatitur për atë që i marr shpirtin ndërmjet të dashurit të tij. E marr vetë dikam që e tonë shumë. Thotë e ki kur i ndodh kjo sprov, kur i vdes i dashur i miku i tij. Kur i vdes njëri që më shumë të e don në këtë dunjë. Thotë ama çka bën sabër dhe shpreson shpërblimin tëm. Thotë Allahu
Azza wa Jalla, unë e këtë njeri ka me shpërbly me xhenet. Unë e këtë njeri ka me shpërbly me xhenet, pse e ku marë më të dashën që e ka pas, ama s'ka haru se ekziston Allahu që e të nëra shumë se këtë. Edhe kjo është pojete e gjithë kësaj, që na kur mos të harem se më shumë që duhet me dashë është Allahu Azza wa Jalla. E pastaj vinë të tjerë në radhë të dytë. Ama dashurin supreme du të drejtu Allahu subhanahu wa taala, me nështrim dhe në përkulle të plohë, pa hamendje. Edhe fjala sabër manifestot me vepra, jo me fjallë. Edhe sabri në të lashtë që vinë për Allahu të zëgjën, manifestot më një praktike, duke nështru caktimit Allahu të zëgjën dhe duke mos u hamend në spak në caktim të Zotit. Për këtë shak, Ibn Kaimi, Allahu e mëshirohet, një komentator dhe një dietar i madh i këtij dini, kur folë për caktimin Allah dhe caktimet e rritë të sprovat e Zotit, thot besimtari është mes dy zgjidhjeve. I ka dy rrugë para vetes, kur i vjen të rashtë dhe një sprovë. Njëra prej këtyre besimik, të të para, me u nështru caktimit Allahut Azza wa Jalla, me u nështru sprovës së Zotit, edhe me pranon me zemërgjësi dhe me sabër. Dhe çka në këtë formë, arrin knasinë e Allahut Azza wa Jalla, manifeston besimin e tij që e ka në zemër praktikisht. Se ti badjava thu amantu billahi wa bi malaikatihi wa bil qadri khairihi wa sharrihi. Edhe besoj kaderin e Zotit, khairihi wa sharrihi, të mirën dhe të keqen. Na fatkeqësisht musliman veç të mirën e besojnë, të keqen ja. Kum qetë dhe që mua Zot, audhu billah, çfarë fjalë? A i thot muslimani këtë fjalë. Fatkeqësisht musliman praktik dëshmojnë të kundërtën. Kjo është kundërshtim me atë që na e dëshmojmë, me fjalët e tona ku thënë wa bil qadri khairihi wa sharrihi. A janë këto fjalë prezente? Janë prezente. Dhe thot Ibn Kaimi, e dyta thot, arrin knasinë e Zotit, i lehtëson sprova dhe telasha. Edhe e kalon me lehtësim, e Allah dhe t'ja falë gjërat dhe ashtu të mira. Udha e dytë, kike i pari i cili e pranoi caktimin e Allahut. I dyti thot, kur nuk e praktikon caktimin e Allahut, kur nuk ban sabër në caktimin e Zotit, thot çka? Ban mëkat prej fillimit. Sprova i vjen që të kujt, e ki ban mëkat apo i vjen këtij. Ama ki përsëri ban mëkat, e shton të keqen. Meriton dënimin e Zotit, sepse se ka pranuar caktimin e Allahut Azza wa Jalla, sepse kur ka thonë shahadetin, amantu billahi dhe besimin deri në fund, që përfshin dhe kaderin caktimin e Zotit, çka? E ka thonë me fjalë me vepër se ka besuar. Me vepër e ka bërë të kundërtën për asaj që e ka dëshmuar. Dhe në fund thot, i bëhet hasret në zemër. Kur themi hasret në zemër, kemi përqendrim smundje në zemër. Musliman kur janë konë të mirë dhe të devotshëm, kur i kanë pranuar caktimet e Allahut Azza wa Jalla, nuk ka pas nevojë për shkuna për psikiatra kur i ka vdekur dikush. Edhe asnjëherë në historinë e muslimanëve nuk është ditë se muslimanët kanë shkuar për psikiatra me bose seanca. E ky term sot është i gjatë në mesin tonë, kur musliman imanli, të cilët besojnë në Zot, besojnë caktimet dhe kaderin e Allahut Azza wa Jalla, ama po shkon te psikiatri. Pse? Sepse se ne kanë përballuar këtë sprovë të Allahut Azza wa Jalla. Unë se ne pranoj kam person të punë dhe ka rrugë stres. Çfarë stresi more? Muslimani se rrugë të stresi. Muslimani veç sabri. Ama kësoj fjale stres që i themi i ka një të një e gjinje. Sepse i ka thune gjinje vajtë të bërëm. Sone, kur ti nuk pranon caktimin e Zotit, nuk je i mbrojtër. Sepse s'ki iman në zemrën tonë. Imani është takteje.
Edhe natyrisht kime pas probleme pastaj edhe psiqike dhe shëndetësore dhe kështu me radhë. Kjo pse ndodh nga se musliman kanë harru besimin në caktimet e Allahut Azza wa Jall dhe nuk dinë si mi trajtu caktimet e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. A është realitet është. Realitet është. Dhe se themi, vallahi ilaç që nuk është psikiatër. Nuk është me në barna qenë antidepresive. Ilaç është vetëm një fjalë me thonë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Këtë kemi të Zotit dhe këtë taj kina mundësi. Kështu me besu muslimane me vepër, ta ka marrë Allahu e vladin, su jo Zoti ma dhave të mamore. Unë e prap jam kullia, prap jam robi jot. E jo më qartë me dërmend. Ta ka marrë Allahu fasurin, su jo Zoti ma dhave fasurin ti mamore. Unë përsëri që i tur të lartë në drejtim që i të thamë, o Zot pasuron, sepse ajo shkoj pasurin dhe pasuron me lejnë Allahu. Ta ka marrë shëndetit të jozat të ma dhave këtë shëndet të mamore. Unë i bona testim caktimit tanë. E jo më qartë me të nërmend. O vezër, kështu është sjellja e muslimanëve dhe caktimeve të Allahut Azza wa Jall dhe kështu manifestohet sabri dhe durimi. Sabri dhe durimi manifestohet me